Vijojnë punimet për projektin e portit të ri të Vlorës, i cili do të zhvendoset nga i aktual ku ndodhet tashmë drejt portit të Zvënecit. Në këtë hapësirë këtu do të jetë porti i pasagjerëve, ai i peshqimit, por edhe strukturat e tjera të cilat do të shërbejnë për portin e ri të Vlorës. Megjithatë, punimet janë duke vijuar prej disa muajsh, ato nuk është se po ecin me ritme shumë të larta, pasi në kantier shumë pak punohet. Nuk ka ende një tabelë që thot vlerën e projektit, por edhe afatet kur duhet të nisë dhe kur duhet të përfundoj projektin në fjalë. Për projektin e portit të ri të Vlorës, një projekt i rëndësishëm për qytetin dhe jo vetëm, pasi do të ketë ndikim dhe në zhvillimin e mëtejshëm të turizmit. Porti i ri po ndërtohet në zonën e Zvënecit, do të përfshijë terminalin e pasagerëve, kalatën e tragjeteve, por dhe portin e peshqimit apo dhe pranijet e maurave. Do të jetë një strukturë krejt ndryshe nga porti aktual, por ajo çfarë mbetet ende për tu parë është se kur do të përfundojë ky projekt. Në fakt, punimet po ecin me ritme të ulta, ndërsa mungon një tabelë që të konfirmojë vlerën e projektit, por dhe afatet e fillimit dhe përfundimit të punimeve. Një projekt i tillë madhor për qytetin është i rëndësishëm, por duhet që të ketë më shumë informacion edhe përveç qytetarëve të Vlorës rreth ndërtimit të portit të ri.